zgjedhor proporcional kombëtar. Sistemi zgjedhor proporcional kombëtar në fakt pasqyron në mënyrë më të drejtë votën popullore në përbërjen e parlamentit. Pra nuk do të kemi më situata të tilla ku një parti... Pra do tjetë atje ai që votohet më shumë, po them. Absolutisht, po. Dhe ai që votohet më shumë do të marri realisht atë që i takon. Jo më shumë se që i takon. Për shembull, me këtë sistem ka pasur raste kur partia e parë që ka dalë nga procesi zgjedhor ka marrë 48% të votave në rang kombëtar, por ka mbarë mbi 50% të vendeve në parlament. Dhe kjo nuk është pra nuk është ndarje tërësisht i pastër i vullnetit të popullit për sa i përket kompozimit të parlamentit. Se nëse i ke marrë ato vota praktikisht... Sot është ky diskutim. Ashtu matesh. Në kampin opozitar, nuk e di se sa Partia Socialiste do ta pranoj këtë, sepse është Partia Socialiste ajo e cila e ndryshoi këtë sistem në bashkëpunim me Partinë Demokratike, po është pashtu Partia Socialiste që hoqi dhe koalicionet para zgjedhore, të